Artan Berami, ish deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin e Kosovës. Mirë se erdhe, kënaqësimet pas studio. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Artan, në historinë e parlamentarizmit në Kosovë, nuk ka ndodhur kurrë që një deputet të ketë mandat veç 7 muaj, 9 muaj, përfshi edhe juve dhe legislaturën që shkoj. E dim që ka ndodhur me në shkurt, lëvizja vetëvendosje ka dalë partia e parë, nuk pat vullnet, apo që ndodhi pse s'pat institucionet reja të dala nga zgjedhjet e në shkurtit? Fakt është në situatë që përjetojmë për herë të parë, që thate është e pa precedent, ku te hynë në garë, këtë rast unë dhe shumë kolegë tjerë kanë hyrë për herë të parë në garë, e kanë dhënë këtë energjinë, këtë kapacitetin e tyre, me këtë qenien e tyre, kanë bërë në fushat të mirë, të dinitetshme, e kanë fitu me plot merit që ata t'jenë deputet dhe t'i përfaqësojnë ata votuesit e vetë në Kuvendin e Kosovës. Dhe në këta 7-8 muaj, ne në një farë forme kemi qenë të ndalum me ushtru funksionin ton të deputetit. Mu si deputet, vetëm 2 herë më është dhënë mundësia me prek foltorin e Kuvendit. Dhe kjo natyrisht që përveç që është një precedent, e krijon edhe një pabarazi në garën e cila ndodh tani, sepse qytetarët edhe votuesit tonë me drejt mundën me thonë Artan nuk bën për kur gjë, gjitha ato premtime, gjitha ato fjalë, në fushat, nuk bën kur gjë. Dhe me drejt ata mundën me shtru këtë dilemë edhe këtë pyetje, edhe me gjitha ato unë mendoj që ata kanë mirë kuptimin që këto në 7-8 muaj e kanë pa që lëvizja vetëvendosje në krye me Albin Kurtin i ka okupuar institucionet e Republikës Kosovës edhe Kuvendin e Kosovës, fillimisht përmes zotit Avnit Dehari, si deputeti më i moshuar që ka fuqinë e udhëheqjes së seancave në fillim, dhe më pas blokadave artificiale që i ka kriju, vetëm që të kemi një blokad institucionale dhe që e kemi pas të pamundur me jetësu edhe ato premtime tona që i kemi dhënë. Kështu që këtë garën tani që kemi hyrë për deputet, ne bëu në shoh si një garë që po bëjmë për fillimit. Pra, kur dikush po më thot deputet ose ish deputet, po them as kam qenë deputet, as nuk jam deputet, jam, si më thonë, në garë për deputet, sepse të qenë një deputet, si që thate, matet edhe me aktivitetin që ke bo. Dhe a krijon kjo Artan një pasiguri ose një frikë të njerëzit, sidomos që kanë kukuru për herë të parë për në ulsen në Kuvendin e Kosovës, për shkak të arsye që i përmendet, premtime dhe se keni fol asnjë fjalë për shembull në foltorën ose në ulsen e deputetit. A krijon një farë pasigurie të sidomos të njerëzit që kanë konkuruar për herë të parë për deputet? Po patjetër, sepse unë mendoj që edhe nuk është fair. Para mendoj ti ke marrë mandat për 4 vjet. Edhe shumica e atyre të rive kanë marrë mandat për 4 vjet. Edhe tash mas 8 muajve është një rrëfim krejt tjetër, janë rrethana krejt tjera. Edhe do të ishte mëkat shumë i madh, sikur edhe në grupin tonë parlamentar, ata që kanë konkuruar për herë të parë kanë qenë 7-8 muaj deputetë që mos bëhen më. Edhe ky rrezik është real. Megjithatë, edhe kolegët e mi, edhe unë jemi mundu që këtë mungesën tonë në Parlamentin e Kosovës për shkak blokadës, jo për shkak që na kemi dëshiruar, po që ta zaventojmë me një prezencë më të madhe edhe në publik edhe në teren. Kështu që unë prej ditës që jam bërë deputet, kur njëherë nuk jam nalë. Kam vazhdu me qenë prezent nëpër media kudo që më kanë ftu, kam vazhdu me prezentu qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës kudo që më është dhënë mundësia, kam vazhdu takimet e mia edhe tona në teren me elektorat, me përfaqësues, me njerëz që na kanë mbështetur dhe na kanë ndihmu, dhe jam mundu me qenë shumë aktiv. Një gjë që nuk kam mundur me arrit me bë, ka qenë ajo projektimi jam që masi që zgjedhem deputet, që të shkoj dhe të bëj një tur të falënderimet të gjitha ata që më kanë mbështet. Ato nuk kam mundur me bë sepse deri vonë nuk e kemi ditë edhe kur jemi deputet edhe kur nuk jemi. A jemi me betim, a pas betimit, çdo 48 orë duke qenë në seanca. Pra ka qenë një paralizë jo vetëm institucionale, po ka qenë një paralizë dhe brenda familjeve tona. Sot para se marrë në intervistën tonë, në Teo djali më pyeti, tha bab ku po shkon, thash
një intervjizë babë, kemi fushat edhe krejt. Tha ti e bo deputet, tha qysh me bo reset se këta rinia pëtën me fjallon në tëne. Tha qysh tash prap ti për deputet, tha ti je kanë deputet. Dhe më thonë edhe fëmija e kanë shumë shtirë me kuptu, edhe familja dhe rrethi familjar, e kanë vështirë me kuptu këtë situatë të rej. Megjithatë kjo është një betejë të cilën unë po hyj me shumë vetbesim, sërish edhe me shumë dinamik, edhe këtë betejën duhet me fitu jo vetëm për vete për më bë deputet, se kjo është totalisht e parëndësishme. Po me bë një fushat për qytetarët, edhe me bë një betejë ku ne besojmë edhe shpresojmë që Bedri Hamza do t'jetë kryeministër i Republikës Kosovës, pra me ia dhënë vendit një kryeministër normal, të parashikueshëm, që ofron një transformim edhe ekonomik, edhe shoqëror, që rikthen komunikimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është për momentin aktiviteti im 24 orë që po punona me bë edhe në teren, edhe në media, edhe me njerëz. Artan, 28 dhjetor është tashmë datë zyrtare, kur qytetarët e Kosovës për të katërtën herë brenda vitit i drejtohen kutive të votimit. Si zyrtar i PDK, si kandidat sërish për deputet, çfarë prodhon 28 dhjetori? Hipotetikisht, a mund të kemi një situatë sikur të 9 shkurtit? Nëse shet të gjitha analizat racionale, mundesh me thonë që rezultati do t'jetë aty për aty. Po i kam disa argumente pse 28 dhjetori mundet me qenë pikë përmbysja e madhe edhe ndrimi i madh i pushtetit që i paraprim ndrimit të motimoteve. Dhe elementi i parë është në be që lëvizja vetëvendosje, ju e dini që nuk ka struktura, që shka për shembull Partia Demokratike e Kosovës. Ne i kemi mbi 27.000 persona të cilat kanë posë në Partinë Demokratike të Kosovës, që janë kryetar Degë, kryetar Degë, antarë, kështu me radhë, se më thonë që kanë funksion mbrana partisë. Pra, Partia Demokratike e Kosovës ka raj të shtrime në për gjithë territorin e Kosovës. Ndërsa lëvizja vetëvendosje, këtë rënien e saj, e ka të ndërlidhur me frymë. Pra, fryma ata i mban, po fryma edhe mundet me përmbysë. Dhe kjo mundet me shkaktu përmbysë shumë më të mëdha se sa të parti që janë të tablume dhe që kanë strukturë. Me nantën, qytetarët kanë qenë të mllëfosur me keqeverisën e Albin Kurtit. E kanë pa që ai nuk din me qeverisë. Megjithatë, ai me një retorik përçarse, duke u mundu që të krijoj një hendek shumë të thellë mes qytetarëve, duke u mundu të ndaj qytetarët në qytetarë të ndershëm dhe të pandershëm, të moralshëm, të pamoralshëm, në tradhtar dhe heronj, e kështu me radhë, ka arrit, se më thonë, me elektrizu edhe një herë një masë të elektoratit të vetë. Mirë po, pas 8 muajve të një blokade, e cila është blokadë e projektume, e cila është suspendim për me marrë përgjithësi, e cila është frikë me marrë përgjithësi për me adresu sfidat e brendshme që i kanë qytetarë, kërkesat e mëdha që kanë qytetarët, për rritje të pagave, për zhvillim ekonomik, për shkolla më të mira, për siguri më të madhe. Ai ka ikë po ashtu edhe për sfidave gjeopolitike dhe në politikën e jashtme, prej Trumpit e kështu me radhë. Pra, të gjitha këto elemente, edhe ata pak votues të tij, të cilët kanë qenë me dy mendje, unë besoj që tashmë janë bind që Albin Kurti nuk din me qeverisë, ai din me prodhu drama, din me tregu kashelasha, din me rimu shumë mirë, edhe mundet dhe e ka potencialin me u shndru në një fenomen të TikTokut, për çka ai mund ta bëjë mas 28 dhjetorit me kënaqësi. Dhe qytetarët e kanë pa që te Bedri Hamza është një figurë depolarizuese, pra një figurë që i përbashkan njerëzit. Njerëzit nuk ndihen të huj me Bedri Hamzën, të një njeri që ka trashëgimi në gjitha sukseset dhe në gjithë rrugtimin e suksesshëm të shtendërtimit të Kosovës, Bedri Hamza ka hise. Edhe e ka vizionin se qysh me nxjerr Kosovën nga ky izolim, qysh me transformu ekonominë, qysh me rikthy komunikimin me Shtetin e Bashkuar të Amerikës, qysh me rrit pagat për qytetar, qysh me rrit pensionin për qytetar, qysh me pas, se më thonë, një mirëqenie më të madhe për qytetarët,
jo përmes lëmoshave që jep Albin Kurti në prag të zgjedhjeve, po përmes programeve sistematike. Kështu që unë besoj që 28 dhjetori është një momentum i ri, ku qytetarët e Kosovës, edhe të ata të cilët ndihen, se më thonë, në çfarë do forme të braktisur nga Albin Kurti, që ndihen të papërfaqësuar nga ai, deri në kanë të hapur në Partinë Demokratike të Kosovës, sidomos që të bashkohen rreth vizionit të Bedri Hamzës. Artan, kur jemi të gjua poralizuese të këto epitetet, linqimet, gjua fyse, në momentin që unë nominu Albin Kurti për kryeministër në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, edhe ai, por edhe Glauko Njufca nisën fushatën ose gjuhën linquese ndaj partive ish opozitare. E thanë deklaratë publike e tyre se PDK, LDK, AAK, Nisma kanë agjendë kundër shtetërore. A pret që si gjuhët të njëjtë të Albin Kurtit dhe zyrtarëve ose eksponentëve të Lëvizjes Vetëvendosje në gjatë fushatës për zgjedhjet e 28 dhjetor? Ne bëjmë kujtuar shumë mirë në intervistë që kemi bërë çto me ty. Edhe u kanë me njerë mas zgjedhjeve. Edhe në atë bisedë bashkë kemi projektu që Albin Kurti ka me bloku institucionet e Kosovës, ka me bloku Kosovën. Nuk ka me bë kuvend, nuk ka me bë qeveri, për mikëshin e sfidave të brendshme dhe të jashtme. Ky ka qenë, se më thonë, parashikimi jonë. Edhe tash Albin Kurti është bërë i parashikueshëm. Unë besoj që ai do të përdor një gjuhë linquese dhe do të mundohet që të përçojë qytetarët, sepse ai po don edhe një herë me provu me marrë qatë përqindjen e ndërrume. Do më thonë, edhe nëse nuk i merre edhe kësaj radhe, thotë shkojnë në zgjedhje prapë në prill. Pra kë nuk ka problem me kriju drama, me kriju pasiguri për shtetin e Kosovës. Nuk është interesuar për shtetin e Kosovës. Ka zero empati për shtetin e Kosovës. Edhe projektimi i tij unë besoj që ka me qenë përçamja masive në këto zgjedhje. Sepse çka dëshiron ai me bë me përçamje? Ai mundohet që përmes injektimit të urrejtjes edhe të inatit që të njerëzit të pushoj racionaliteti edhe logjika. Se kur njerëzit i lënë me logjiku edhe me mendu, ata Albin Kurti nuk e votojnë. Sepse rritje të pagave nuk kemi, shtrejtim të çmimeve të energjisë kemi, shtrejtim të shportës, të ushqimit, të familjeve kemi, pasiguri kemi. Do të thonë, njerëzit kur janë racional, kur i lënë me mendu, me logjiku, në mënyrë të qetë, ata Albin Kurti nuk e votojnë. Tash, cili është triku i Kinostudios Kosova e Re, e udhëhequr nga Dejona Mihajle? Triku është në që me suspendu logjikën, me suspendu racionalitetin, edhe me injektu inatin edhe urrejtjen, se inati edhe urrejtja është një gjendje ku qytetarët nuk kanë as kohë, as mundësi me mendu për tema. Do të thonë, me kriju efektin e Covidit. Kur ke Covidi, kërkush nuk mendoj ke për sëmundje. Se erdhë një rrezik shumë më i madh, ekzistencial, që neve na kanose. Edhe ne i harrum këtë brengat tona. I harrum të gjitha brengat që ishin më të vogla. Edhe Albin Kurti po mundohet me kriju këtë efekt. Përmes përçamjes, duke thënë që nëse vinë këta në pushtet, vjen Serbia në pushtet. Ringjallët Miloševiqi edhe një herë, Pashiqi, të tonë, kanë me ardhë. Kosova ka me kanë nën Serbi, autonomi nën Serbi. Pra, ai ka mundu me zhu krejt traumat të shtresume shoqërore, edhe me shfrytzu si një mekanizëm për me mbulu të gjitha dështimet e tij, edhe për me mobilizu votë që është votë e urrejtjes, votë e mlefit, votë e inatit. Dhe kush e bën këtë? Këtë e bën lider, cilët e udhëheqin shtetin si me qenë qeragji, do të thonë ka zero empati për këtë shtet. Se damën që ja sjell së shoqëria është shumë dha. Se urrejtën për na shtin edhe familjet tona, lagjet tona, në qytetet tona, në shtetin tonë. Edhe këtë urrejtje, përmes kësaj urrejtje ai ka mundu me mobilizu masë. Po unë e mendoj, është shumë shkurt, për me përmbyll që cikël të kësaj, që falim, unë e mendoj që ai kësaj radhe
ka me dështu me fushatën e urrejtjes. Sepse përballë ka me pas parti politike të cilat do të mundohen me depolarizu. Te gjua rrejtës këtë me pak ma vonë Artan, po një çështje tjetër. 28 dhjetor u caktua nga presidenti i Kosovës si data kur duhet të dalën të votojnë, ish partitë opozitare u pajtuan me atë datë, kushtimisht për thënë nuk që i plohen askush nga ish partitë opozitare, por po më intereson kjo tendenca e lëvizjes vetëvendosje që të akuzohen ish partitë opozitare duke thënë se vjen diaspora ose mërgata në Kosovë me 28-in dhe votojnë, diaspora është të Kosovës, nuk është të lëvizjes vetëvendosje, por po du me dalë edhe të një çështje tjetër. Tek KQZ-ja, po pse që keni pa çfarë po ndodh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tu nis prej kryeshefit Kreshnik Raduniqi dhe anëtarëve të lëvizjes vetëvendosje, pa disa tentime aty që mërgatës t'i dërgohen flet votimet me email, por skandali i fundit sipas meje është që me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Jashtme aty u miratua që të votohet përveç konsulatave dhe ambasadave të Kosovës edhe në disa qendra, si për shembull palestra sportive. Është që ky sikleti i lëvizjes vetëvendosje se nuk i ka votat e diasporës dhe mërgatës dhe si parti opozitar që do të bëni për këtë çështje, se është ka një skandal i madh në këtë çështje. Që ne kemi pa se çka është në gjendje me bë Albin Kurti për me fitu, e kemi pa në Mitrovic. Unë kam qenë 3 muaj aty, kam qenë pjesë e atyre njerëzve që kanë punu për fushatën e Arjan Tahirit, edhe ne kemi pa se çka është në gjendje me bë Albin Kurti me fitu me çdo kusht, me çdo mjet. Ai është në gjendje me keq përdor krejt institucionet e sigurisë. Dhe kur them institucionet e sigurisë, e di ka na shkon mendja. Krejt institucionet e sigurisë është në gjendje me i përdor për me kriju manipulim tash të nivelit nacional që ka kriju në nivelin lokal. Dhe manipulimet të tilla që janë pjesë e një inxhinieringu shtetëror janë shumë vështirë për mu identifiku nga qytetarët. Sepse kur i shtin durt grupe kriminale se individ në emër të partive politike, e ke ma lehtë. Po kur shteti bëhet pjesë e manipulimit, është shumë problem në be. Është tepër problem me kap strategjinë e manipulimit. Strategjia po dihet, po me kap në vepër. Edhe çka kemi pa që nga fillimi, KQZ nisi me probleme teknike, se këta probleme teknike i kanë si mekanizëm për me fshe manipulimin. E nisi me problem teknik ku një pjesë e diasporës nuk kanë mundur të regjistrohen me kohë për me votu. Dhe çka po mundohen ata me bë? Ata me mujt nuk e lën askon mu regjistru në diasporë. Heq asnjë. Sepse ideja e tyre është qysh me mundësu ardhen sa më të madhe të diasporës në Kosovë. Pra Albin Kurti dëshiron me kriju frym. Me kriju një frym të një fitore e cila nuk do të ndodhë. Pra me ardhë diaspora edhe me ardhë me festu këtu, hala pa ndodhë zgjedhjet. Pra që masivitetin e diasporës aje dënë këtu, dhe fabulën tashme ka kriju që diaspora është me të, sa ma shumë që silë diaspora në Kosovë, aq ma shumë rritë probabiliteti fitores ti. Pra kjo është, si më thonë, ideja manipulative ti, e cila do të dështoj për disa arsye të tregoj. Fillimisht, diaspora, do më thonë, ja ka dhonë besimin më të madh Albin Kurtit. Kërkuj nuk ja ka dhonë një besim të tillë. Edhe diaspora jonë ka merita prej viteve të 90-ta, 70-ta, që i kanë marrë familjet e tyre, kanë marrë shtetin paralel, e kanë marrë ushqimtarët e Kosovës, kanë qenë pjesë e luftës vetë, kanë dhënë gjymtyr gjakun, jetën në Kosovë, kanë qenë pjesë e lobimit madh për shtetin e Kosovës, për forcimin e shtetit të Kosovës. Sot japim kontribut, mos me kanë diaspora, sa për qeverinë e Albin Kurtit, na ish dash me lanë këtë vend më të qytetarët. Pra, diaspora ka shumë merita në be. Po ku ndodh keqpërdorimi i diasporës? Diaspora kanë, nëse na kem empati për këtë vend, ata kanë 100 fish më të madhe. Nëse na kem dashni për këtë vend, ata kanë 100 fish më të madhe. Se jetojnë larg ka dhejët.
edhe ajo doza e patriotizmit, e edhe dashurisë është të ta 100 fish më e madhe se sa të na që jetojmë këto. Edhe kjo është e natyrshme. Edhe ai lumë pikërisht me këtë. Do të thonë pikërisht mundohet me manipulu diasporën. Po unë besoj që nuk më mujt kësaj radhe me manipulu. Pse? Sepse vllai jam që jeton në Luksemburg, çdo ditë komunikon me babën e nanën tam. Edhe baba jam çdo ditë jap një gjendje reale të Kosovës. Indikun prej jush apo prej gjendjes reale? Jo, prej gjendjes reale. Unë mendoj që në çdo familje është kështu. Çdo kush që e thirr babën e nanën në Viber, në WhatsApp, kam ja tregu gjendjen reale. Kam i tregu që është njerëzit po ikun, që është djali filanit eci, që është nuk po rren, jo s'ka pas punë, e ka pas punën po pa siguri, shkollat e këqija, iku se nuk po ka ku me mjeku fëmin, ku me mjeku babën, ku me mjeku nanën, penzioni s'po na del, që na pare neve. Do më thonë, diaspora nuk është e shkëputën që na mendojmë për realitetit Kosovës. Është pjesë e këtij realitetit se i kanë familjet këtu. Dhe Artan, a keni frikë si PDK për shembull, hipotetikisht po them, ose parti tjera ish opozitare, që ajo çfarë ka ndodhur në Mitrovic të ndodh edhe në nivel vendi me 28 dhjetor. I përmendet të arsyet, pavarësisht se në Mitrovic tashmë ka një kryetar të ri që të gjitha institucionet kanë thënë se nuk ka pasur një proces të manipulimit të votave ose treni bullgar. Frika është e madhe në vërë. Frika është e madhe se qërëm në të kaluarën, nëse kish pas një gabim me numrat serik, të cilët kanë qenë të vendosur në vule. Pra ndërrimi numrave serik ka qenë një dëshmi e gjallë për trenin bullgar. Edhe aty automatikisht është mbyll vendvotimi. Në të kaluarën. Tash 54% të vendvotime ka pas probleme me numra serik. Edhe kjo, unë mendoj që aty është dashme pas rivotim. Dhe gjykata supreme të cilat na i respektojnë gjitha vendimet. Unë jam 1,000,000% i sigurt që ma shumë ka vepru me instinkt politik se sa juridik. Se ka thonë me qunë në rivotim tash, krijojnë precedent, dhe më thonë efektet politike shën kanë marramense. Edhe unë mendoj që ma shumë ka operu me këtë logjikë se sa me logjikë juridike. Për ndryshe, na në bet do të më siguru, kush më siguron mua dhe ty që s'ka me pas probleme të tilla prapë? Komisionerët, vëzhguesit, kush më siguron mua edhe ty edhe qytetarë që mrena qësaj ekziston një skemë shtetërore për manipulim të votës? Do të kontrollohen Artan, për shembull flet votimet para se të hidhet votim ka pasur raste në Gjakov, sikur në Mitrovic, por komisionerët dhe të tjerët i kanë parë para se qytetarët shkojnë të votojnë. Po, probleme teknike, ata thanë që kompania i ka identifikuar në printer. Nëse qenë ka kështu, pra në momentin që printohen, kompania pas ka mundësi me identifiku gabimin, apo edhe me përmirësu. Pra na tash duhet edhe sidomos gazetarët, duhet këtë në ditën që shtypen fletvotimet, në ditën që shtypen fletvotimet, pyetja e gjithë qytetarëve të Kosovës dhe gazetarëve të Kosovës duhet me qenë te kompania a ka gabime teknike. Jo, këto e bojnë antarë të KQZ-s, të cilët kanë qenë në vizitë, Artan në herën e dytë dhe janë antarë të KQZ-s, ata të cilët duhet kërkojnë nga kompania që mos ketë gabime të tilla. Edhe ata, po me që i patëm rastin në Mitrovic, unë personalisht kam e pyet kompaninë, kam e dërgu pyetje të kompania me që i keni shtypju sot fletvotimet, a ka ndonjë gabim teknik? Edhe ata le na tregojnë, nuk ka gabim teknik. Nëse nuk ka gabime teknike, po dalin fletvotime me numër serik të ndryshëm, aty ka manipulim eklatant. Pra na duhet me qenë tepër të kujdesshëm. Caktimi datës 28 nuk ndërlidhet kurrë me diasporën. Sepse diaspora e ka forcu ardhin e Albin Kurti në pushtet, e njëjta diasporë ka me largu nga pushteti këtë njeri. Edhe na kemi qenë dëshmitar me 28 dhjetor. Problemi 28 dhjetorit është të vëzhgues ndërkombëtar. Legitimiteti i zgjedhjeve në Kosovë vulën kryesore të legitimitetit të zgjedhjeve e ka dhënë gjithmonë ambasada amerikane, Bashkimi Evropian, pra ndërkombëtar të cilët kanë vëzhgues zgjedhjet. Edhe vëzhgues ndërkombëtar kanë çuar Kosovën në rivotim disa herë, qytetet e Kosovës. Pra, në mungesë të vëzhguesve ndërkombëtar, në drenas
në balotash në 2016 janë shtyr zgjedhjet. Veç pse s'ka pas vëzhgues ndërkombëtar. Tani është projektu një datë, është kalibru një datë, bashkë me asistentën Albin Kurtit, Vjosa Osmanin, me 28-ën ku prania ndërkombëtare është shumë e vogël dhe e limituar. Për shkak që festat e Krishtlindjeve janë festa të cilat në perëndim, se me thonë pushon që thojnë edhe Zoti, e lemo të tjerë. Pra, edhe kërkesa e Partisë Demokratike të Kosovës, unë kam pas vetë komunikim me përfaqësues të Bashkimit Evropian, po edhe të ambasadave tjera ka qenë që kësaj radhe të bëhet një përjashtim e që të ketë një masivitet të vëzhguesve ndërkombëtar në Kosovë, po edhe ne si Parti Demokratike të Kosovës do të kemi vëzhgues edhe më shumë se në çdo zgjedhje tjera. Unë shpresoj dhe besoj që edhe gazetarët dhe shoqëria civile do të jetë vëmendshëm, sepse Albin Kurti për marrë në pushtet është në gjendje me shkel jo mbi ligje, mbi kushtetut, po me shkel edhe mbi trupa, edhe mbi manipulime, me përdor, me keq përdor çdo institucion, me polici, me AKI, me krejt, me KQZ, me krejt çka ka, veç me i fitu këto zgjedhje. Artan, kush qeveris mas 28 dhjetorit, jeni bindur se do t'jetë Bedi Ramza kryeministër, por citoj disa deklarata të kryetarit të ri të Partisë Demokratike të Kosovës, se nuk kemi vijat kuqe për asnjë subjekt politik shqiptar që garojnë për të qenë pjesë e Kubanit të Kosovës. A mund të ketë një koalicion PDK, VV ose VV, PDK dhe çfarë thanash mund të ketë një koalicion të tillë për të bashkëqeverisur për 4 vjet? Po, unë thash që Bedi Ramza është një figurë depolarizuese, është një figurë që përbashkan qytetarët e Kosovës. Unë mendoj që gjëja më e lehtë që mund ta bëjnë qytetarët është që ish votuesit e lëvizjeve të vendosje të vinë dhe ta votojnë Bedi Ramzën. Dhe kështu nuk kem nevojë fare për koalicione. Unë mendoj prapë dhe besoj që një fushat çfarë ka më udhëheq Bedi Ramza, një figurë e besueshme çfarë është Bedi Ramza, që ka më mobilizuar elektorat për te Partisë Demokratike të Kosovës. Sepse njerëzit kanë më pa shpresën të ai, një shpresë për një vend normal, për normalitet, për zhvillim ekonomik, edhe që kam i adresu këtë sfidat që i kanë qytetarët. Kështu që sa i takon koalicione, po, kryetari Bedi Ramza e ka bërë qartë që nuk kemi vija të kuqe për asnjë parti politike. Sepse ndryshe për lëvizjeve të vendosje, partitë politike ne nuk i shohemi si armiq të përbetuar. Pra, ne nuk i shohemi që lëvizjeve të vendosje Selin e ka në Karalevë, po lëvizjeve të vendosje Selin e ka në Prishtinë, LDK-ja e ka në Prishtinë, AK-ja ka në Prishtinë. Pra, gjitha partitë politike ne nuk i konsiderojmë si produkte të përkuplës e Karalevës e të Beogradit. Që sheshe lëvizjave të vendosje. Dhe në rast se do të ketë një koalicion me lëvizjeve të vendosje, a do të binë në ujë ato akuzat që i kemi bërë ndaj lëvizjeve të vendosje tash e 5 vjet për shkatërrim të ekonomisë, të arsimit, të sektorit privat, të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimit të Holandës të tjerët, a lahet kushtimisht vetëvendosje dhe atyre akuzat që keni bërë 5 vjet, jo si PDK, por edhe parti tjera opozitare? Po për herë të parë, unë mendoj në këto vite të fundit, me 28 dhjetor, Partia Demokratike e Kosovës do të jetë në pozitë që të zgjedh vetë koalicionet. Pra nuk ka me qenë një pozitë që të tjerët me lutë PDK-n për koalicion, po PDK ka me qenë parti e parë dhe ka me qenë në gjendje vetë me zgjedh koalicionet dhe këtu buron edhe kjo thënia e kryetarit që ne nuk kemi vijat kuqe. Besimi që na do dalim parti e parë është besim që na mos kemi vijat të kuqe. Dhe ne preferojmë që të kemi koalicion me partitë të cilat kanë hise në çlirim, në liri, në shtet ndërtim, dhe kështë preferenca jonë. Pra, vijat e kuqe, kryetari i ka largu duke qenë i bindur plotësisht që ne do dalim partia parë dhe ne do të begenisim partnerët të koalicionit dhe jo të tjerët neve. Artan, kemi pa disa vendime të fundit të nuk janë thonë qeverisë detyra disa deputetëve
Albin Kurti dhe ministra në detyrë e qelen thesin kohëve të fundit, dhanë disa para për nënat, për fëmijët, për pensionistët, për të tjerët dhe djetë në mbledhjet e qeverisë u marrën disa vendime. Çish pishet këto vendime, është direkt kjo blerje vote, ka një vendim të Gjykatës Supreme që thotë që asnjë vendim nuk mund të merret. VV-ja akuzoi në kuvend herën e fundit, tha këta dhe lista serbe nuk e votuan buxhetin e Kosovës, por më në fund Albin Kurti i dajti disa miliona për orët e kënë dhe disa vendime tjera. Pse këto vendime në këtë kohë? Po këta në të gjitha vendime elektorale, thash që kënjeri është e preokupum vetëm që shmi jetësu agendat e ti personale dhe private, nuk është i preokupum për shtet edhe për qytetarët e Kosovës, sepse unë mendoj që mashtrimet e tilla nuk kanë më asnjë efekt. Edhe qytetarët tashmë i kanë pa dhe janë të parashikueshëm sepse ky ka pas 5 vjet pushtet me 51%. Dominimin më të madh në historinë e Kosovës në kuvend. Dominimin më të madh në gjitha institucionet e Kosovës. Ky ka pas krit në dorë, edhe nuk ka bë asgjë. Për 5 vjet nuk i ka rrit pensionet. Për 5 vjet nuk i ka rrit pagat. Për 5 vjet nuk i ka rrit pagat e policëve. Nuk ju ka bë sigurim shëndetësor policëve. Nuk ju ka bë as veshmbathje dhe këpuca policëve, të cilët sot e rrezikojnë jetën për qytetarët, për Republikën tonë. Pra për 5 vjet ky ka pas këtë pushtetin dorë. Çish është e mundshme tash një njeri mi lyp edhe 50 tjera pushtet. Kur ti për 5 vjet ke dështu me jetësu çdo premtim mbi cilin të ke ardhur në pushtet. Ke dështu me jetësu premtime për bashkim kombëtar. Ke thonë që nuk shkojnë dialog pa kërkimfalje të Aleksandr Vučićit, ke shku ju ke zgërdhi. Ke thonë që unë nuk shkoj kur në dialog me Aleksandr Vučićin sepse i kam 10 kushte. Me krejt kushtet i ke përbys që ke shku edhe je palu, edhe je shku të Ana Brnabićit edhe ju ke zgërdhi në gojë edhe asaj. Në më thonë, krejt i ke pas në dorë, ti ke pas fuqin me rrit paga, ti ke pas buxhetin më të madh në historinë e Republikës Kosovës, ti ke pas fuqin me kry krejt autostradat, me kry krejt rrugët, e ke pas fuqin me ndërtu shkolla, me ndërtu qerdhe, me bë krejt, me jetësu krejt premtimet, kërkush nuk e ka pengu. Ti ke pas fuqin në kuvend, me votu gjithçka, që aty tu ka tek që ke pas menje. Kur që sen, asnjë gjë nuk ka bë. Tash qysh për 5 vjet që se ke bë, po lyp prap me pas unë dominim kuvend. Për çka me dhon njerëzit dominim kuvend? Për çka? Vetëm kur të rreziku autoriteti, kur të rreziku qenja dhe qëndrimi në pushtet janë nise me shkep pare, mendoj që manipulimet të tilla nuk i hajnë më qytetarët. Qytetarët e kanë pa, edhe ato pare duhet i marrën, edhe me ato pare le të gëzojnë edhe fëmijët, edhe familjet e tyre. Por Kosovës nuk i duhen politika ad hoc, nuk i duhen politika të sekondave të fundit të qëndrimit në pushtet. Kosovës i duhen politika ekonomike të strukturume afatgjate dhe këtë e din me bo vetëm Bedri Hamza, i cili është ministri i vetëm që i ka rrit pagat 50%, i cili është ministri i vetëm që ka bë autostrada të cilat sot i gëzojnë qytetarët, që ka ndërtu shkolla. Pra Kosovës i vyn një projektim sistematik, jo ad hoc, jo sot për nesër, sepse kjo politika sot për nesër e ka braktis shtetin e Kosovës. 250.000 ka nikë pikërisht nga këto politika ad hoc, pikërisht nga kërcënimet e vazhdueshme për luftë, nga retorika populiste. Edhe Kosova ka nevojë për normalitet, ka nevojë për politika fiskale që janë të parashikueshme, që janë të koordinume edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Ka nevojë për rritje të pagave. Jo pensionistët me dhon kanë 100 euro, me marr 50 anena, me qitë kënej. Pensionistët me Bedri Hamza kanë me pas 200 euro. Ky ka qenë premtimi i fundit, tash premtimi i ri do të jetë edhe më i madh. Pra, po flasim për 2 njerëz të cilët janë në këto zgjedhje. Për një njeri që është ad hoc, që është sot për nesër, që ka një adhe alternativ, që familja nuk i jeton këto, që qika nuk i shkollohet këto, që ka zero empati për shtet, sepse nuk ka marrë pjesë në ndërtimin e këtij shtetit, dhe kemi një lider që fëmijët i rrit këto, që fëmijët i shkollon këto,
që ka hisën në shtëndërtim, që kur nuk e ka braktisë vendlindjen e vetë Mitrovicën, e lema me braktisë Kosovën, edhe që ka të regu në të kalurën që din me qeverisë, që din me kriju një transformim të madh të Kosovës. Edhe kjo është Bedri Hamza, prandaj për me myq të oferta, këta kanë mundu me polarizu, me urrejtje e me kështu, po as kjo më nuk shitet në be. Është hera e tretë në fushat që po mundohet me polarizu, njerëzit janë të interesuar për bashkim. Artan, kur jem të politika jashtme në këto 5 vitet e fundit, ka vetëm 3 njohje ndaj shtetit të Kosovës dhe ka një vendim që është kogja e dhimbshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pezullimi i dialogut strategjik me Kosovën, ku për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmendin emrin e Albin Kurtit për shkak të veprimeve të tij. Dhe kemi një vendim të Bashkimit Evropian, të cilët asnjë zyrtar nuk e takon kryeministrin detyrë ose deputetin Kurti në ndërtesën e qeverisë. Do të thotë Kosova po hin me sanksionet të Bashkimit Evropian dhe me marrëdhënien në pikën më të ulët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto zgjedhjet e fundit parlamentare. Po, ne jemi në sanksionet të dyfishta, në sanksionet të Bashkimit Evropian, të cilët Kosovës e kanë kushtu politikisht dhe ekonomikisht, dhe në sanksionet të Shtetit Bashkuara të Amerikës, ku SBA-ja i suspendoi fillimin e dialogut për krijimin e marrëdhënies strategjike ndërmjet Kosovës dhe Shtetit Bashkuara të Amerikës. Një shtet që është dashur me qenë në sanksione, në fakt është Serbia, por Kosova nuk ka ditë me shfrytzu momentumin e periudhës pas sulmit terrorist në Banjska, ku ra dëshmor Afrim Bunjaku, i cili fatkeqësisht nuk përmendet në narracione vetëvendosës kur flitet për ndryshim të gjendjes në veri. Pra, ne nuk kemi ditë me shfrytzu, dhe në vend që tjetë Serbia si agresore, sponsorizuesi i këtij agresioni, është Kosova në sanksione. Në politikën e jashtme në 5 vitet e fundit, Serbia nuk ka pas nevojë me sulmu Kosovën asnjëherë politikisht, sepse betejën për Serbinë e ka bë Donika Gërvalla. Pra, ajo ka qenë armikja më e madhe e Kosovës në politikën e jashtme. E ka suspendu politikën e jashtme, e ka suspendu njohjet, procesin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, ka boshatis misionet diplomatike nga diplomat të karrierës me përvojë dhe i ka vendos militant politik të cilët janë të dyshuar në trafikim të votave dhe kësaj radhe do të jenë të angazhuar për trafikimin e votave. Dhe Donika Gërvalla dhe politika e jashtme e Kosovës ka qenë inexistente. Një njohje ka sjell Bexhet Pacolli, një njohje u dash me auqit Nerman Hashim Thaçi nga qelia e burgut të Hagës, me thonë që Siria duhet të kontaktohet. Dhe kjo është falë po ashtu mbështetjes së presidentit Erdogan. Do thonë, i cili nuk u falenderoi kur as nga presidentja, as nga Albin Kurti. Po njeri që ka qenë involvum në vazhdimësi edhe për njohjen e Sirisë ka qenë Turqia. Pra, e kemi pas një politikë të jashtme dhe Partia Demokratike e Kosovës e ka një ofertë shumë serioze në be. Ne kemi disa ish-ministra të punëve të jashtme, kemi shumë ish-diplomat të cilët janë brenda Partisë Demokratike të Kosovës dhe kemi një program të jashtëzakonshëm për politikën e jashtme. Dhe çfarë duhet të bëhet në politikën e jashtme është që të rikthehet tradita e komunikimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të koordinimit me SBA, sepse këtu është kriju keq kuptimi që me demek Albin Kurti për thotë jo Amerikës. Nuk e ka problem Amerika me thonë jo. Amerika ka problem me rajt, me mashtru. Këtë ka problem, sepse shteti vetëm që e mashtron dhe që e gënjen Amerikën është Rusia, është Kina. Pra nuk mund është ti me qenë partner me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me gënyu. Këtë të adurojnë. Në komunikim me Amerikanë, ti mund shmi thonë jo, mund shmi me përmbush atë që kërkojnë ata. Edi Rama shambë dhe maj mirë. I thanë për një burg me ba Amerika, i tha Amerikës jo. Po nuk i gënjeu. Nuk i tha po edhe mi dal jo. Pra, gënjeshta të Amerikanë nuk shkanë. Dhe Partia Demokratike e Kosovës do të rikthen komunikimin,
koordinimin e përarshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse gjitha betejat i kemi fitu bashkë dhe gjitha betejat që na presin do t'i fitojmë sërish bashkë. Artan, pyetja e fundit. Po. I kemi pa protestat e organizuara në Prishtinë, në Hagë, në Strasburg, në Tiranë, ndaj padrejtësive që po ndodhin në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Hashim Thaçi, Kader Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Limi dhe të tjerët. Keni qenë koxha i angazhuar edhe një zë ndaj padrejtësive në Hagë. Cili është efekti i këtyre protestave? Po, ne prej ditës parë kemi fillu këtë betejën për me sfidu padrejtësitë e procesit gjyqësor në Hagë. Dhe në fillim kemi qenë shumë pak dorën zemër. Kemi qenë shumë pak njerë që ju mundu me të regu që kjo nuk është betejë vetëm juridike, po është betejë edhe politike, është betejë edhe diplomatike, është betejë në të cilën edhe qytetarë duhet të involvohen, për me kriju një farë mekanizmi të sigurisë që atje do të ketë një verdikt i cili bazohet në drejtësi dhe jo në politikë. Dhe në mungesë të involvimit të Shtetit të Kosovës, i cili ka braktisë krerë të UÇK-s, kemi pas iniciativa të cilat kanë rrjedhë nga populli i Kosovës. Pra presioni i popullit ka qenë shumë i madh të qeveria e Kosovës për me kriju mekanizëm të mbikëqyrjes së gjykatës speciale, për me kriju komisione mrena Parlamentit të Kosovës. Dhe në mungesë të dorës së Shtetit ka filluar që të aktivizohen qytetarët përmes protestave. Dhe me aq sa kom pa, protestat e kanë pikërisht një kërkesë, një synim, një qëllim, që verdikti për krerët e UÇK-s mos jetë i bazuar në politikë, po të jetë i bazuar në drejtësi. Se nëse bazohet në drejtësi, krerët e UÇK-s do të lirohen. Se në këto 5 vite prokuroria nuk ka dëshmuar me asnjë dëshmitar, edhe ata që kemi pa, edhe ata që se kemi pa, nuk ka arrit me dëshmu akuzat e tyre monstruoze për ndërmarrje të përbashkët kriminale. Dërsa i kemi pa dëshmitarët të mbrojtës super kredibil, të cilët, se më thonë, e kanë fut kredibilitetin e tyre personal, po dhe të shteteve të tyre, për me mbrojt trashëgimin jo vetëm të ushtrisë shërbimarë të Kosovës, po dhe të NATO-s. Michel Martens, një nga gazetarë më të mirë në Gjermani, e tha dje shumë mirë në Twitter. Verdikti në Hagë nuk ka të bëjë me Hashim Thaçin, edhe me të tjerët, po ka të bëjë edhe me NATO-n. Kështu që nuk është betejë e qytetarëve vetëm për UÇK-n edhe për Kosovën, por është betejë edhe për partnerët ndërkombëtar edhe për NATO-n, betejë që duhet me vazhdu deri në sekondat e fundit, sepse padrejtësitë janë të thella dhe nuk ka dhimbje më të madhe se sa ajo që buron nga padrejtësia. Padrejtësia ke edhe me 28 nëntor, ku u majt seanca dhe reagimin e presidentit Hashim Thaçi, i cili tha që kjo është një festë kombëtare, që kjo në fakt është festa më sublime që kanë qytetarët e Kosovës. Familjen tam kjo festë festohet, në çdo familje shqiptare kjo festë festohet. Dhe me mbajt seancë në këtë datë është provokim, sepse a din edhe do gjana tjera në be. Një pjesë e seancës ju mbajt për ditëlindjet Hashim Thaçit. Para më do të më thonë, gjithmonë këta janë mundu me gjetë simbolika përmes cilave do të mundohen të thynë, por nuk thehet Hashim Thaçi. Kur nuk thehet. As për kësaj gjykate nuk është thyr as për Serbisë, kështu që ai do të del bashkë me shokët e tij që janë atje triumfues nga kjo betejë. Artan, faleminderit shumë. Faleminderit ju.